Mbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Sot është një nga ato mbrëmje që nuk ndodhin shpesh. E gjithë vëmendja e shqiptarëve në Shqipëri, në Kosovë dhe kudo në botë është e djemtë e dy kombëtarëve tona, sepse sonte nuk luhet thjesht një ndeshje, luhet një hap drejt botrorit ose një ndalesë fort në këtë rrugë. Shqipëria dhe Kosova zbresin sot në fushë në sfida që mund të përcaktojnë shumë vazhdimin e ëndrrës për kualifikim ose fundin e saj. Kjo e bën këtë natë të madhe, një natë me peshë, një natë ku emocionet janë më të forta se zakonisht. Nga Varshava në Prishtinë, nga Tirana dhe çdo qytet shqiptar dhe deri në diasporë, kjo është një mbrëmje ku të gjithë jemi me një ritëm. Kuqezi. Sonte do të jemi bashkë për të përcjell çdo moment, çdo emocion dhe çdo zhvillim të kësaj nate vendimtare. Unë pa ju prezantuar me të ftuarit e mi do shkoj menjëherë në Varshavë, aty ku kam kolegun Drilon Xhepollari, i cili mirëmbrëma Drilon, të kam se dua t'i shfrytëzoj këto minutat e para sa pa filluar ndeshja me ty një herë. Më përcjell pak nga atmosfera. Jemi, po, më në fund. Më përcjell pak nga atmosfera aty brenda në stadium. Si është? Po. Ka qenë një... Shiko, tani atmosfera ka qenë fantastike, brenda stadiumit tifozët kanë shkuar, janë ulur tek ulcet e tyre, është krijuar ai entuziazmi që din ta bëjnë tifozët kuqezi, por edhe tifozët polak, cilët janë të shumtë në këtë ndeshje kaq të rëndësishme për futbollin shqiptar. Por edhe për futbollin polak është një sfidë shumë e rëndësishme. Atmosfera gjatë gjithë ditës ka qenë elektrizuese në zemër të Varshavës, tifozët kuqezi kanë ardhur nga Shqipëria, nga vende të ndryshme të Europës, nga bota, nga Amerika, nga çdo cep për ta përkrahur ekipin ton kombëtar, për të dhuruar një emocion ndryshe. Ka pasur fest vërtet të veçantë në zemër të Varshavës, aty është krijuar një mini fan zone nga gjithë tifozët, të cilët kanë festuar në mënyrën karakteristike që din ata të bëjnë. Këtu ndodhem tek Mix Media, është zona ku qëndrojnë gazetarët, tani të gjithë janë larguar dhe kanë shkuar drejt tribunës së shtypit në stadium, megjithatë brenda është vërtet një atmosferë komplet ndryshe. Drilon, pa diskutim. Më the është skuqur Varshava sot nga tifozët. Trajneri Silvinjo... Vazhdo, jo pa merak, jo doja të thoja që më the që është skuqur Varshava sot nga tifozët kuqezi. Është vërtet, në fakt, sepse ka pasur... Sa kanë stadium? Ka ndonjë shifër sa shqiptar kanë ardhur sa tifoz? Apo jo? Edhe Atëre, unë ditë të them që janë 3.000 tifozë shqiptar tek sektori tifozëve ku qëndrojnë kuqezin, por gjithashtu janë edhe shumë shqiptar të tjerë, të cilët kanë blerë bileta tek tribunat ku qëndrojnë tifozët polak. Vinë nga vendet të ndryshme të Europës, jetojnë në Poloni, jetojnë në Varshavë, jetojnë në qytete të ndryshme dhe e kanë siguruar një bilet për ta përkrahur ekipin ton kombëtar. Interesante është se në raportimet e mëhershme që kemi pasur gjatë ditës së sotme në Euronews, kemi pasur mundësi të intervistojmë edhe tifozë polak, të cilët kanë qenë bashkë me shqiptarët, disa kanë krijuar familje, janë martuar, të tjerë ishin me të dashurën, pra ishte një le të themi ditë vërtet e veçantë me tifozët, cilët treguan një anë tjetër, atë që në fund fare mesazhet pozitive që je futbolli dhe ka pasur diskutime të mëdha, do të ketë ultras, frikë nga përplasjet, kjo është e vërtet, kujdes duhet patur, edhe masat e marra nga policia kanë qenë të rrepta, kanë kontrolluar dhe monitoruar gjithçka. Ne kemi raportuar edhe gjatë ditës së djeshme në fakt, ku tifozët kuqezi dilin në zemër të Varshavës, në momentin që kishte fest kuqezi këngët e tyre patriotike, atëherë pas 3-4 minuta shkonin me njerë forcat e policisë, kemi sjellë edhe një video ekskluzive cila është transmetuar në Euronews, ku pas disa momenteve festive nga tifozët kuqezi janë shoqëruar me njerë, ka shkuar policia, i ka marrë në pyetje, ka kërkuar kartën e identitetit, biletën e stadiumit, hotelin ku qëndrojnë dhe pse është gjithë kjo fest, dhe i ka mbajtur për rreth 40 minuta, dhe jo një grupe, kanë qenë disa grupe. Pra për të shmangur çdo incident, është kërkuar që të qëndrojnë në ambiente të hapura dhe larg zonave periferike. Por sa i përket asaj që ka ndodhur gjatë ditës, sigurisht ka pasur tifozë cilët dilin me fanellën kombëtare, që është e rëndësishme për ta thënë se një ditë më parë diçka e tillë nuk ndodhte. Pse nuk ndodhte? Të asaj që ishte thënë, por në stadium nuk ka ultras. Vetëm mund të jenë të maskuar, por federata nuk i ka lejuar. Okej, s'ka ultras, po kush dëgjohet më shumë në stadium, shqiptarët apo polakët?
Ne jemi pak, po e kemi zërin të fortë brorim edhe këndojmë me shpirt, kështu që dëgjojnë shumë edhe kuqezint. Drilon. Po, e rëndësishme është që çuna tani, detyra është tek futbollistët që ti po. Jo, doja të të pyesja, a ka tension apo ka Futbollistët duhet atmosferë? performojnë më mirë në fushë që të ketë më shumë brorima, më shumë entuziazëm, më shumë atmosferë. Dëgjoj, ka tension apo ka atmosferë festive? Qëndrojmë ka atmosfera, qëndrojmë ke gjërat e bukura, ke e gjithë kjo gjë që Se ty të shoh të emocionuar edhe zjarr të shoh sot. Të kam zili në fakt. Në një raportim Të kam zili. Se më hoj dot. po në fakt është e gjithë atmosfera që të fut këtë adrenalin. Do ishte bukur që ta kishim bërë edhe një emision këtu. Bukur do ishte, po s'mundemi do. Dakor, megjithatë. Edhe para stadiumit po, mënyra si po vinin, do më thënë tifoz polak, shqiptar, ecni bashk, shaj polak, shaj shqiptar, grupe, nuk ishte asnjë lloj incidenti dhe kjo ishte shumë e rëndësishme për t'u theksuar. Atmosfera ishte e bukur në fakt edhe gjatë hyrjes së tifozëve në stadium, të gjithë nxitonin kush shkonte tek tribuna e vet, por që ka qenë në fakt diçka vërtet e veçantë. Tani shpresojmë që trajneri Silvinjo me lëvizjet e tij që ka bërë, cilat ju do i diskutoni me një panel shumë interesant Patjetër. në studio, megjithatë mund të themi që ka surprizuar pritshmëri shumë të mëdha kishte Erla sa i përket Ernest Muçit, të gjithë donin informacion në intervistat që kemi pasur sot me tifozë të ndryshëm, do shnoj Muçi, Broja, por Muçi, Broja me Mehmeti nuk janë zgjedhjet e trajnerit Silvinjo. Ka preferuar Uzunin dhe Bajramin me Arber Hoxhën. Mbetet shihet se si do të rezultojnë këto lëvizje, por shpresojmë që të vijë ai goli fitues dhe ta marrim biletën për të shkuar në finalet të play-offit që e ndërrojmë kaq shumë. Është një ndeshje historike, një ndeshje shumë e madhe për futbollin shqiptar. Dëgjoj, Drilon, historike është, po nëse ne fitojmë sot do e kemi edhe një ndeshje tjetër. Po. Jo, historike është, po nëse ne fitojmë sot e kemi edhe një ndeshje tjetër. Do e kemi dhe shpresoj shumë që ta kemi, po do jetë historike pa diskutim, por është kundërshtari më i vështirë në fakt në këtë moment Polonia.